Të ndëruar besimtar, veçanërisht student e të rinj, duhet me pagu çmimin e dijes. Edhe pse elhamdulillah, sot për neve kostoja e dijes është shumë më e ulët se ajo që ka qenë në të kaluarën. Sot spaku se kemi frikën e dëmtimit në kuptim fizik. Humbin e sigurisë nuk e kemi. Nuk e kemi ikjen nga shkollat, për shkak se vjen armiku dhe na sulmon, sikur se ka qenë të kaluarën. Përpara është dashur me pagu kostën e mësimit edhe me shpinë, edhe me jetë, edhe me siguri, me gjithçka e kanë pagu njerëzit. Andaj ka qenë vazhdimisht mësimi aktiv. Sot nuk kemi e pagu me këtë, elhamdulillah. E kemi vendin ton, shtetin ton, instancat tona të sigurisë që kujdesen që një student në mënyrë të sigurt me shkuar në shkollë edhe më kthy sigurt nga shkolla e tij. Andaj, cilë është çmimi i mësimit sot? Me e lon luksin, me e lon argëtimin, me e lon shëtitjen, me e lon shoqërinë e tepërt, edhe me u përkushtu pak më shumë mësim. A ja vlen? Shumë ja vlen. Aliu radiallahu anhu po thotë, me ja mësy me deve largë me shku ja vlen për të fjalë. Lërë me shku në prag të shtëpisë tonë, në prag të vendit tonë, jo largë as deve, as makinë, as aeroplan, thjesht në këmbë shkon shkollë, në këmbë shkon bibliotekë, në këmbë vjen xhami me dëgju fjalë të mira e kështu me radhë. Prandaj besimtari e vlerëson dijen, e çmon dijen dhe pagun për të sot që kërkohet nga se kostoja e dijes është më e përballueshme se kostoja e padijes. Edhe i padijshmi pagun kosto, madje shumë më shtrejt dhe më të vështirë se i dijshmi. Që malet e kemi me pagu koston e me qenë të ditur se me met në errësirën e paditurisë.